Kurani është një libër i veçantë, duhet ta kemi një qasje pak më ndryshe. Duhet çdo besimtar, çdo njeri i cili e kap Kur'anin në dorë, duhet ta kuptojë se ka kap diçka madhështore. Ka kap diçka që është hyjnore. Që ne muslimanët jemi shumë krenar që kemi ende diçka që e kemi që është hyjnore, është fjalë e Zotit xhallashanuhu. Edhe është e freskët. Andaj ky Kur'an nuk duhet thjesht të lexohet pa kaluar apo pa u ndalur në ajetet, në vargjet, në mesazhet dhe në porositë të cilat i jep. Andaj Kur'ani nga natyra e tij ka tematika të ndryshme, ka histori, ka ngjarje, ka ndodhi, na flet për jetën në këtë botë, na flet për jetën tjetër, na flet për xhenetin. Për shembull, kur ndalemi dhe notojmë së bashku me tregimet e pejgamberëve, nuk mujmë me kalu ka tregimi Musës alayhis salam, gjithë ato peripecitë të cilat i ka pas, qoftë i vogël, qoftë kur është rrit me faraonin, pastaj kur është dëbuar prej Egjiptit, kur ka ardhur pastaj vështirësitë që i ka pas me Banu Israilët, që Zoti xhallashanuhu shpesh na flet në detaje për këto përjetime të cilat i ka pas Musa alayhis salam. Për shembull, ne kemi tregimin me Khidrin alayhis salatu wassalam. Ato momente interesante që Musa alayhis salam një ditë duke folur para masës. Edhe njëri prej izraelitëve fasionohet pas fjalimit të Musës alayhis salam. Dhe thot, o Musa, a ka në tokë ndonjë njeri më të mençur se sa ti, më të dijshëm se sa ti, më koilent se sa ti? Musa alayhis salam jep një përgjigje shumë të shpejtë. Edhe plotësisht ka pas të drejtë që të thotë kështu. Thot, unë jam më mirë, unë jam më oratori, unë jam më i dituri. Për shkak se ai ka qenë pejgamber, po Zoti deshi që ta edukoj. Për shkak se ka qenë e udhës, të thotë se Zoti është më i dituri. Andaj Zoti tha, është një rob i imi që ka dije për të zënë ti s'ke haber. Andaj kjo ngjalli kurreshti në Musës alayhis salam që të kërkoi nga Zoti të takohet me Khidrin në këtë rast. Edhe tregimi pastaj vazhdon, edhe ato gjërat interesante, disa mrekulli të cilat i ndodhen. Andaj kur ne e lexojmë këtë tregim, i cili gjendet në surën Kehf për shembull, që e lexojmë çdo javë, andaj nuk duhet me kalu këtë tregim pa e përjetu, pa ndje, edhe pa u ndal, edhe secili prej neve ta sheh Kur'anin si pasqyrë. A thu vallë sa ka ndiku ky Kur'an tek unë. A thu vallë, ta të kalojmë atë nivelin se a jam duke e lexuar mirë apo jo, për shkak se ky nivel duhet më të kalu të muslimanët. Edhe duhet marr tek niveli 2 e 3, sa jam unë në gjendje mi kuptu mesazhet, porositë e Kuranit, e pastaj më mundu që të jetësoj në jetën time të përditshme.